Unë e respektoj atë çfarë thot Fatosi, sepse e respektoj përvojën, e respektoj biografinë e familjes së tij dhe mendoj që edhe ajo pjesë Unë mendoj që edhe ashtë përgjigje duke i tregu që kam i shura ma bajës me ndëgju vetë. E saj përket presidentit Rugova, kush e ka qujt Ibrahim Rugovën kolaboracionist, na, apo Albin Kurti? Kush ka shkrujt, kush ka fol për të në formë t'il? Kush e ka qujt autokrat? Sepse pëdën me mbajt pushtetin e LDK-s. Vjosa apo Albin Kurti? As për duket kjo ofendim i asaj që e ka përfacua. Ti po flet për disa ngjarje të para 20 vjetëve. A hiç s'ka rëndësi domethënë. Ja, se pastaj e ka shkuar ka ndërruar te varri. S'ka rëndësi as dhuna në rrugë. Një kërkim falje pendese është ajo. As grushtet e vetvendosin ndaj policisë kosovare s'ka rëndësi, hiç kur gjo, apo vetëm këto 5 vite kanë rëndësi. Ai është diçka krejt. Domethënë sipas vetvendosjes na duhet me memorie të peshkut me shku me bë politik. Apo? Shiko, prapa figurës së Rugovës edhe prapa emblemës së UÇK-s, LDK-ja s'mundet ma me fitu. Bile sidomos jo me emblemën e UÇK-s. Ju po doni me fitua? E vetvendosja po doni me fitu me emrin Ibrahim Rugovës, a? Këtu, kur e kemi dëgju këtë... Apo, duhet me nga të ku prapë në shura për të Apo, të shty për Ibrahim Rugovën me do arsa kicën. Jo. Ma Rugovës se do arsa. Do me thonë këta flasin për figur e harrojnë që në fakt figura ka të bëjmë me mendësim politike të ti, cilën ne vazhdojmë me respektu, po për te kësaj, a mos po dëmë prap me ta këthy, prap me ta këthy do një nga Gërvalën që të rëgën që u Rugova nuk e përfason rugovizmën, a pëtën atë që ato me ta këthy? Si? Atën, po dhe, thot do një nga Gërvala u Rugova nuk përfason rugovizmën. Po në rafshin filozofike dhe mundët me ndohë. Abdyl Frashi nuk e ka përfaqësu mi të rafshin në rafshin politik. S'kam koment. Po ti asë që kuptove që ka thashë bile? A të bojt qefi me minutit që se kuptova? Ta boj bresante qefi një herë? Ta boj bre qefi një herë? Hajde me në që se kuptova. Se një? Hajde. Aden? Kisha kalu të drejtësia, kisha dasht me dalë të vetingu të byroja. Ka qëndrime për byron, Bardylla Sam Papaj, i cili ka qenë kolegë tash kandidat në list të LDK-s, ta që o këthy nullë se ka kalu veç lezim të parë. Dakord, po e... Qeni më shtetë si saj si fyën në mënyrën ma të turpshme. Me bo mi lezu qështu. Me bo mi lezu qështu, Ramabaj. Ky vend është i mbushur me gjuhën e urrejtjes. Kush e ka ushqy? Dhe e keni ushqy. Kush e ka ushqy? Kush e ka ushqy që 5 vjetë?